dramat. Okay. Oops, accessibility shortcuts. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Mirë se erdhët në një tjetër vlogmas, është periudha e vlogmas. Unë nuk është se kam qenë shumë aktive, sepse fatkeqësisht ka qenë periudhë gripi, nuk kemi qenë mirë, kështu që jemi në atë fazën e rikuperimit akoma. Doja ta bëja këtë video që të tregoja pak si çfarë kemi bërë blerje për Black Friday dhe dhuratat e Kazos që qelluan për që u blen, domethënë në Black Friday, sepse kishte ditëlindjen në datën 3 dhjetor. Kaza kam postuar edhe një vlogmas të vogël që është diku ke 1 minutë, 2 minuta, kam përshuar 1 minutë, thjesht për të ndarë me ju çfarë bëm në atë ditë, që mos t'ju ndaj edhe ju nga kjo pjesa e ditëlindjes. Tani un kam humbur pjesën e vlogmas, çfarë ditë është, kështu që nuk do vendos më cila ditë e vlogmas është, thjesht do vendos vlogmas që është sezoni ose periudha e vlogmas. Gjithsesi, vazhdojmë tek video jon, sepse kam vendosur që në këtë video të bëj gjithashtu edhe një haul të Temus, sepse kam bërë blerje shumë bukura, më pëlqejnë shumë, kështu që fillojmë me blerjet që kemi bërë për Black Friday. Para mua më mbaroi Kodalia në Gentle Cleansing Gel, po, është një shishe jeshile me pumping. Ajo ka qenë diku ka 385 ml, ka qenë shumë e mirë për periudhën e verës, por fatkeqësisht në dimër filloi që të më thaj lëkura. Kështu që thash, okay, më mirë po e ndërroj. Dhe Kodalia më pëlqen shumë sepse i ka produktet shumë bimore ose janë shumë gentle me lëkurën, duke qenë se normalisht periudha e fundvitit nxjerr çdo kompani nxjerr ato setet e vogla që mund të jenë ide për dhuratat e fundvitit. Unë mendova, okay, bashkë këto Kodalis që kishte dalë, fatkeqësisht online nuk mund ta gjeja dot as në Douglas, sepse Sephora nuk e kishte si produkt. Shkova në një farmaci dhe e gjeta atje. Ky kushtonte 14.99 euro. Siç e thash, ka gelin hidratues të pastrimit, moisturizing cleansing gel, heq make-upin dhe çdo papastërti, duke ruajtur barrierën e lëkurës dhe duke lënë një lëkurë të pastër, të freskët dhe shumë të butë. Kjo ishte 30 ml dhe pjesa tjetër është 15 ml që është Deep Hydration Moisturizer. Domethënë kjo është pjesa e moisturizerit për lëkura sensitive dhe lëkura të thata, pikërisht për dimër. Është edhe tintit lip balm, që themi ne Labello. Labello pak i ngjyrë të kuqe dhe përdoret edhe jo vetëm për buzë, por edhe për faqet. Domethënë jep atë ngjyrën e bukur ose të lehtë kur skuqesh në dimër. Tjetra është body lotion ose locioni për trupin, hidratues më shumë dhe që përthithet shumë shpejt nga lëkura. Dhe kjo është 30 ml. Hapim bashkë, ka këtë pouchin e vogël, ka edhe pjesën e Kodalis këtu dhe mua më pëlqeu, thash okay, pse jo, mund ta përdor për make-upet, mund ta përdor edhe si kulet tek puna, për duke personale, domethënë vin në mbështjella me këtë qesen e bukur, përkon edhe me ngjyrat e produkteve. Tani unë cleansing gel e kam përdorur, që është ky 30 ml, është në përfundim. Një gjë që nuk më pëlqeu shumë është se hapet në këtë mënyrë dhe siç mund ta shihni, produkti ngelet këtu në momentin kur zbritet poshtë. Dhe kjo gjë nuk më pëlqeu shumë në fakt, sepse në momentin kur ti e merr produktin dhe do ta fusësh prapë, ajo pullon pak ke pjesa e kapakut. Nuk është se do e blija pjesën full size, unë prandaj mora këto mini size që ti provoja fillimisht dhe pastaj nëse do më pëlqenin, atëherë do bleja produkte të mëdha dhe në masë më të madhe, por kjo nuk më pëlqeu, sepse akoma ma lind të lëkurën shumë të thatë. Ky është cleansing dhe ky është krem hidratues. Këtë e kam përdorur, siç mund të shihet, është i mbaruar ose ka shumë pak në fund. Mund të them që edhe ky nuk është se më pëlqeu shumë, aroma është shumë e mirë, por nuk më pëlqeu shumë sepse kam përshtypjen është shumë hidratues deri në atë nivel që ta lë lëkurën të ndryshme. Kështu që nuk e di nëse do mund ta blija prapë këtë dhe ajo aroma ndonjëherë është mbytëse. Keni parasysh ato kremrat zbutës që kanë një aromë shumë të rëndë, sa të merret fryma kur e vendos në fytyrë. Kështu që jo, as këtë nuk do e blija. Locionin hidratues të trupit akoma se kam përdorur dhe kemi edhe lip balmin që vjen në këtë formë, si Labello normale. Ka një aromë shumë mirë dhe ka këtë ngjyrën e bukur, si ngjyrë Leila. Dhe po mund të përdoret edhe si blush pak, dhe se nuk është se mban shumë pjesën e pigmentit. Dhe këto janë të Kodalis, 4 produkte. Produkti tjetër, Nux nuk e kam përdorur asnjëherë, kam dashur ta përdor, por nuk është se kam qenë shumë besuese e produkteve të Nuxit. Nuk e di, nuk më jep atë pjesën e të besueshmërisë në produkte, por thash okay, pse jo? Aromat i ka shumë mirë atë produkteve vetëse. Isha e shumë e tunduar në farmaci që të bleja edhe fajrat e trupit që kanë, por nuk e di, isha shumë dyshuese që ta merja dhe rastisi që motra ime ishte në tjetër mendje me mua dhe kishte porositur këtë tek Zalando. Dhe kjo vjen po njëjta me një çantë të vogël, sepse janë siç e thash këto mini setet e festave që mund të bëhen dhuratë,
Çmora unë këtë. Çmimin nuk e mbaj mend sa ishte, sepse normalisht faqen e Zalandos motrës e kam dhënë, kështu që nuk mund të ishte një surprizë. Okej, që them pak se çfarë ka kjo. Ka gel pastrues për trupin dhe për fytyrën, 30 ml, ka vaj për lëkurë të thatë, përdorime të ndryshme. Kjo është 10 ml si vaj, gjeli pastrues për make-upin dhe ky është 50 ml që është masa relativisht e madhe. Dhe më pas është kremi hidratues. Është shumë e çuditshme. Kur e pash si produkt këtë, ishte 3 në 1 më duket. Që do të thotë është mask, është krem hidratues dhe 48 orësh make-up remover milk. Që unë nuk e kuptoj fare se si një produkt mund të ketë gjitha, të jetë krem hidratues, të jetë cleansing milk, të jetë edhe mask. Domethënë, nëse një produkt është hidratues, si ka mundësi që të jetë edhe pastrues në të njëjtën kohë, sepse nuk e di, nuk para më bën sens. Unë nuk është se marr shumë vesh nga produktet e kozmetikës se si prodhohen, sepse normalisht një produkt mund të jetë për shembull krem hidratues, por edhe mask. Por domethënë pastrues nuk e di, nuk ve dorën në zjarr për këtë pjesë, nuk e kam idenë. Kështu që këto janë produkte që janë brenda, edhe këtu. Edhe kjo njëjta gjë vjen me qesen e vet ose me letrën mbështjellëse. Gjeli pastrues për trupin dhe për lëkurën. 3 ml. O zot, aromat e Nux janë super të mirë. Nuk e di me çfarë është kjo. Me mjaltë dhe me lule dielli. Ky është produkti i parë. Produkti i dytë është pastruesi i make-upit, që thotë edhe vetë, Very Rose, domethënë me ekstraktin e trëndafilit. Dhe është shumë mirë sepse është 50 ml, kështu mund ta marrë me vete kur uftoj. Kjo tjetra është 3 në 1, i famshmi, kremi. 50 ml shkë. Dhe vaj që është një mrekulli, realisht kishte një aromë shumë të mirë. Ky është vaj shumë funksional, është për fytyrën, për trupin dhe për flokët. Vjen në këtë për masën e vogël normalisht 10 ml. Ja, ka këtë pjesën këtu që e vendos tek dora. Është për gjithë tipet e lëkurës. Këto ishin 2 çantat dhe pjesa tjetër që është shumë e bukur, që i ka bler Kazo vet, janë dhurata e vetes vet për ditëlindje, janë këto atletet Nike, janë Nike Air. O zot sa bukur që i rrinin këto Kazos. Kjo thot Dien Air Max. Kazo nuk ka provuar asnjëherë këto sepse nuk ka qef fare që të marrë atletet që janë me shumë ngomë, sepse pak është i gjatë, nuk do që të jetë shumë ekstra i gjatë. Por këto i rrinin një mrekulli e vërtet. Dhe u kënaq shumë me këto, fluturoj. I pëlqeu shumë vetja me këto. Dhe tjetër, kjo është dhurata i rap unë për ditëlindje. Janë 2 syze të Ray-Ban, ka marrë nga Edel Optics. Janë syze Ray-Ban. Versioni i parë, Club Master. Çdo syze Ray-Banit vjen me këtë kutinë e syzeve të lëkurës. Vin syze. Brenda ka opën pastruese, koleksionin e syzeve që vinë në këtë formë të mbrojtura, se ne kemi hapur. Vinë në pjesën mbrojtëse të skeletet dhe kjo është Club Master. Është masa 55 dhe Kazo si rrinte shumë bukur. Vetëm një gjë që kanë, është që skeletin e ka goxha të fortë. Zakonisht mund edhe të vrasë kur e vendos për kohë të gjatë. Ta vendos unë dhe ta shikoni pak ai iden. Këto janë syzet. Kur jam kështu përballë ekranin e kamerës, e shoh të zi komplet, gjë që është një shenjë shumë e mirë sepse të mbron shumë nga dielli. Janë syze goxha kualitative dhe këto i mora me goxha ulje, krahasuar me çfarë pash në Zalando, Amazon. Dhe kjo faqa e kishim bler për herë të parë. Super shërbim, është gjë okay. Madje i mora unë telefon dhe sërish mora unë telefon, gjë që s'm ka ndodhur me kompanitë të tjera. Kjo që më pëlqyen ishte super serioz. Ne kemi marrë 2 palë sepse na pëlqyen shumë të dyja dhe menduam që okay, nëse na pëlqejnë të dyja ose të dyja errin mirë Kazos, do i bëjmë të dyja. T'ju tregoj pak dhe modeli tjetër. Ky ka butinë në ngjyrë kafe, jo kishte në ngjyrë të zezë, Club Master. Ray-Ban hexagonal është modeli, masa 54 dhe vjen e njëjta gjë, ka pjesën e mbrojtësve, pjesa e skeletit, ansor, ka edhe pjesën e produkteve brenda katalogut dhe pjesën copës pastruese. Këto syze janë pak më ndryshe se ato të tjerat, janë ngjyrë kafe. Kanë skeletin pak më të hollë se Club Master, sepse Club Master është ai tipiku, kush e din e din, dhe ka pjesën e logos Ray-Ban P, që janë syze polaroide. Ky është modeli tjetër. E njëjta gjë me këto, në momentin kur shoh ke kamera, është komplet e zezë. Club Master është syze që vishen me çdo gjë, qoftë veshje sportive, qoftë serioze, me çfarë do lloj gjëje, dhe mua më super pëlqen, është shumë praktik si model. Dhe ky Kazos nuk i pëlqeu sepse pozicioni i syzeve vinte më poshtë. Nuk është se po thitej në këtë mënyrë ose rrin aq rehat, saqë është Club Masteri. Këtë duhet ta kthejmë fatkeqësisht. Vendosim syzet tona. Dhe unë nuk i mbaj dot për vete sepse unë normalisht kam syze me numër dhe më duhet që të shkoj në një proces tjetër për të bërë syzet diellit me numrin tim. Këto ishin prit. Kemi edhe një palë atletet të tjera. Po mendoj që Kazo ka ngarpuna dhe po mendoj që okay, ta përfshi dhe Kazon te pjesa e demos.
sepse dua të marr pak pjesën e përshtypjeve ose reagimit e tij kur të ha produktet, sepse janë veshje që kam guxuar këtë herë, por do i shihni në pjesën e dytë. Atëherë, vazhdojmë. Këto janë atletet e tjera, këto janë Adidas, këto janë shumë të lehta si atlete krahasuar me të tjerat dhe janë shumë të buta gjithashtu por sepse ka donte një palë atlete që mund të ishte më praktik për përdita dhe që të mund të vraponte, të bënte pak vrap ose ushtrime. Këto janë atletet e tjera të fundit që Kazo i ka veshur, kështu që prandaj s'po i mbaj shumë afër. Kam pëlqyer shumë. Këto ishin blerjet tona për Black Friday. Ne do shqemi sërish në pjesën e dytë që është Temu Haul. Paqim!